Cili është gabimi që bëjnë vëllezërit, motrat me njëri tjetrin në ndarjen e pasurisë, atë pasuri që ja kanë lënë prindrit? Bukur, nuk respektojnë për shembull afatet ligjore ose nuk i din ose nuk kanë informacion që të shkojnë të bëjnë për një pronë të caktuar, të shkojnë tek noteri për të bërë një testament. Pra nuk e kemi në traditë. Kështu që duhet patjetër ajo nuk parashikon as të largimin e parakohshëm të një personi, as nuk sjell në një tërslëk, por lën të qetë marrëdhëniet midis palëve. Pra një person, ose burrë e grup mund të shkojnë që të lejnë një testament, sepse ndodh, sipas statistikave që kemi, personat kur largohet nga jeta e papritur, atëherë ndodhin dhe konfliktet midis palëve. Ose nëse nuk duan ta bëjnë të gjë, pra secili pretendon për kontributin që ka dhënë në të. Sigurisht që një tjetër argument i mirë do të thoja që ne duhet i lexojmë gjërat që shkruajmë, që firmosim.